Ky është Xiaomi Redmi 15C. Ky është një telefon të cilin unë nuk e rekomandoj kategorikisht dhe nëse do keni durim të rrini deri në fund videos, do ta kuptoni edhe pse. Tani, fillimisht le t'i hedhim një sy, le të themi, specifikave që janë të reklamuara në kuti. Kemi të bëjmë me një telefon që është me 8 GB RAM, edhe pse këtu thot 16, është 8 GB RAM normal plus 8 GB RAM virtual. Kemi 256 GB hapësirë, që për pak do ta kuptoni që nuk janë 256 GB hapësirë. Kemi një bateri me 6000 mAh dhe shpejtësi karikimi 33 W dhe një ekran 6.9 inch, që realisht është 6.9 inch, por nuk është 120 Hz siç thot këtu në kuti. Fillimisht lejoni t'ju them për hapësirën. Siç shikoni këtu kemi të shkruar 256 GB hapësirë. Njëkohësisht dhe tek telefoni është 256 GB hapësirë, por me një numër shumë të vogël aplikacionesh. Keni parasysh që telefoni sapo është nxjerrë nga kutia dhe janë instaluar, le të themi, vetëm këto aplikacione që shikoni këtu. Shikoni pak tani se sa hapësirë telefoni ka të zënë vet dhe thot thjesht system files, pra ka 84 pothuajse gigabajt hapësirë të zënë që është e pajustifikueshme, pra kot, nuk dihet se ku është. Sipas shpjegimit këtu, thot includes the storage space necessary for system operation and upgrades. The size of this partition will fluctuate according to system status. Kjo këtu thot që praktikisht kjo hapësira e zënë këtu do lëvizi, nuk do jetë gjithmonë 84 GB, por me kalimin e kohës, sa më shumë ta përdorni telefonin, aq më shumë do rritet ky numër këtu dhe hapësira e telefonit do zihet në mënyrë të pajustifikueshme. Tjetra është ekrani, thot 6.9 inch 120 Hz. Le të shkojmë tek display, shkojmë tek refresh rate. Refresh rate kemi vetëm dy opsione, 60 Hz dhe up to 120 Hz. Po të shikoni një nga videot e mia të gjata në YouTube, që është rreth 10 minuta, do ta kuptoni që ekrani i këtij telefoni nuk është 120 Hz dhe nuk e kuptoj pse duhet ta shkruani 120 Hz. Realisht më duket, le të themi, një mashtrim që kompania bën, pra vetëm sa për të fryrë numrat dhe për të shitur telefonin, sepse pjesa më e madhe nuk arrin ta bëjnë dallimin midis 90 Hz dhe 120 Hz. Kështu që kjo ishte e dyta. E treta është procesori. Keni parasysh që jemi, le të themi, në 2026, ky është një telefon që është prezantuar në gusht të 2025-s dhe Xiaomi ka vendosur që te ky telefon të vendosi procesorin MediaTek Helio G81 Ultra 2 GHz 12 nanometra. Është e papranueshme të kemi një procesor 12 nanometra në 2025-ën. Është krejtësisht e papranueshme. Shikoni pak, ky këtu është A07. Ka procesor MediaTek Helio G99, i cili është një procesor 2.2 GHz 6 nanometra. Për çmimin, 6 nanometra është e pranueshme. 12 nanometra nuk është. Diferencën mund ta shikoni përsëri tek video gjatë që do keni në YouTube, që do jetë video krahasuese midis A07-s dhe Redmi 15C-s. Keni parasysh që A07 ka një konfigurim, të paktën ky që po shikoni këtu në video, prej 4 GB RAM dhe 128 GB hapësirë. Dhe vetëm me 4 GB RAM, A07 do japi një performancë më të mirë se Redmi 15C-ja. Edhe numrat në Geekbench japin avantazhin A07-s. Ja ku e kemi, 683 single score, 1991 multi score. Shikoni pak rezultatet e Redmi 15C-s. Pjesa tjetër është bateria dhe shpejtësia e karikimit. Në kuti, telefoni thotë që ka një bateri 6000 mAh dhe një shpejtësi karikimi 33 W. Shpejtësia e karikimit është e shpejtë, por në bazë të pajisjes që unë testova, nuk ishte 33 W, por shkonte deri në 25 W. Po përtej asaj, le t'ja lejmë fajin pajisjes që kam unë. Nuk e provova me karikusin që kishte në kuti, por
e heqim shpejtësinë e karikimit. Tu lart do shikoni se sa ka qenë jeta e baterisë kur kam bërë një test midis këtij Xiaomi dhe një telefoni tjetër Samsung dhe sa ka qenë në fund të videos kur pothuajse ka mbaruar. Video ka qenë rreth 15 minuta dhe jeta e baterisë ka qenë realisht shumë e keqe. Është pa justifikueshme për një telefon që ka bateri 6000 mAh. Nëse po mendoni ta blini, siç u thash në fillim të videos, ky është një telefon të cilin unë nuk e rekomandoj. Për sa i përket konfigurimit, ky këtu me 8 GB RAM dhe 256 GB hapësirë është niveli maksimal i Redmi 15C. Nëse po mendoni të blini një telefon pak a shumë të ky çmim, do t'ju rekomandoja të shkonit le të themi me 07 sepse mund të jetë dhe pak më i lirë ose me një Samsung Galaxy A17. Flasim për telefona ekonomik dhe të rinj. Kështu që mos harxhoni lek me budalliqe. Faleminderit.